Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, kjo vitamin nuk duhet t'i mungoj kurrë trupit tuaj. Vitaminat janë një pjesë e pandashme e konsumit ditor për njerëzit të cilët përmes tyre arrin të marrin përfitime të rëndësishme shëndetësore. Ato shërbejnë si një formë diete me qëllim mbajtjen e trupit në gjendje optimale dhe se mungesa e përdorimit të tyre mund që të shkaktojë funksion jo të rregullt të trupit në rutinën tuaj të përditshme. Doktorët thonë se prania e vitaminave e bën më efikase jetën duke i mbajtur njerëzit në formën tuaj të duhur, duke u ndaluar specifikisht tek vitamina B12, e cila ndihmon organizmin që të reagojë pozitivisht gjatë ditës. Ata konstatojnë dhe disa nga simptomat që shfaqen kur kjo vitamin nuk konsumohet rregullisht. Nëse ju po përjetoni simptoma si humbja e kujtesës, harresa, ndjesi të lodhjes, ndjeni të dobët fizikisht, ndjeni shpim qelpërash në duar ose në këmbë, këto vijnë si pasojë e mungesës së vitaminës B12 në trupin tuaj. Doktori vijon duke thënë se mungesa e konsumit të kësaj vitamine ndodh kur nuk ushqehesh mjaftueshëm me këtë suplement dhe gjithashtu ndodh kur trupi nuk e përthith nëse ju e konsumoni atë në mënyrë të rregullt. Sipas doktorit, vitamina B12 zëvendëson përfitimet ushqyese tek njerëzit të cilët nuk kanë mjaftueshëm ushqime që këtë vitamin ta përfitojnë në mënyrë natyrale. Shenjat që jep mungesa e konsumit të vitaminës B12. Simptomat kryesore përfshin ato fizike, neurologjike dhe psikologjike. Ato munden dhe të zhvillohen gjithashtu ngadalë në trupin e njeriut dhe mund të përkeqësohen me kalimin e moshës. Sigurisht tek disa njerëz mund të mos jepen efekte të menjëhershme, pavarësisht se kanë mungesë të theksuar të vitaminës B12 në trupin e tyre, shprehen doktorët. Më konkretisht, kur ne përballemi me mungesën e kësaj vitamine, efektet më të shpeshta janë ndjesia e lodhjes, përzierjes dhe diarres, stomakut, humbjes së oreksit dhe si rjedhoj mundet gjithashtu që të humbasim edhe peshën, dhimbje të kokës si edhe ndryshimin e ngjyrës të lëkurës, e cila merr një pamje të verdhë. Ndaj doktori këshillon që për të patur një ditë plot energji dhe trupi juaj të përballojë të gjithë ngarkesën tuaj ditore, atëherë trupi juaj duhet të marrë vëmendjen që i takon, të marrë të gjithë vëmendjen për sa i përket edhe kësaj vitamine. Për të funksionuar siç duhet, trupi ka nevojë për 13 vitamina, 9 prej të cilave janë të tretshme në ujë dhe 4 janë të tretshme në yndyrë. Edhe pse këtë lëndë ushqyese gjenden në sasi të ndryshme në ushqim, disa njerëz duhet t'i marrin për të përmbushur mungesat e tyre. Normalisht shumica e vitaminave mund të merren në çdo kohë të ditës, por disa vitamina përfitohen më mirë në kushte të veçanta. Prandaj është mirë të dini se si dhe kur mund t'i merrni për të nxitur përthithjen optimale. Në këtë video ne do t'ju shpjegojmë se si dhe kur duhet t'i merrni vitaminat. Vitaminat e tretshme në ujë. Ka 9 vitamina të tretshme në ujë, përfshirë vitaminën C dhe 8 vitaminat e kompleksit B si B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 dhe B12. Rekomandohet që të konsumoni rregullisht vitaminat të tretshme në ujë sepse ato shpesh nuk ruhen në indet e trupit tuaj. Këto vitamina dalin shpejt nga sistemi i gjakut nëpërmjet urinës, ndaj duhet që t'i zëvendësoni. Vitamina C. Vitamina C luan një rol të domosdoshëm në trupin tuaj. Ajo funksionon si një antioksidant i fuqishëm
Forcon gjithashtu imunitetin si edhe kryen lidhjen mes kolagjenit dhe neurotransmetuesve. Nga ana tjetër ekzistojnë edhe disa forma të suplementeve të vitaminës C që ju mund t'i merrni në çdo kohë të ditës me ose pa ushqim. Siguroni që të ruani suplementet e vitaminës C në një vend të freskët dhe të errët, pasi kjo lëndë ushqyese është e ndjeshme ndaj nxehtësisë dhe dritës. Vitamina B. Vitaminat B shiten individualisht ose si suplemente të kompleksit B që përmbajnë 8 vitaminat. Për shkak se ato janë të tretshme në ujë, mund t'i merrni me ose pa ushqim në çdo kohë të ditës. Megjithatë, shpesh rekomandohen që të merren në mëngjes për shkak të rolit në metabolizmin e lëndëve ushqyese dhe prodhimit të energjisë. Për më tepër, ato rekomandohen edhe për njerëzit me mungesë të vitaminës B12 që ta marrin këtë vitaminë me suplement me stomakun bosh dhe me ujë për të nxitur përthithjen maksimale. Vitaminat e tretshme në yndyrë. Ndryshe nga vitaminat e tretshme në ujë, vitaminat e tretshme në yndyrë varen nga yndyra për të përthithur ashtu siç duhet. Në përgjithësi rekomandohet që t'i merrni gjatë një vakti që përmban ushqime me yndyrë të shëndetshme. Vitamina A. Disa njerëz janë të rrezikuar nga mungesa e vitaminës A për shkak të nevojave të shtuara ose mos përthithjes nga organizmi. Këtu përfshihen gratë shtatzëna, ato që ushqejnë me gji dhe personat me fibrozë cistike. Për të nxitur gjithashtu përthithjen optimale duhet që të merrni suplemente të vitaminës A me një vakt i cili përmban yndyrë. Mbani mend se nëse ndiqni një regjim ushqimor të ekuilibruar, marrja e suplementeve të vitaminës A nuk është e nevojshme dhe për shkak se ajo mund të shkaktojë dëm në organizëm tek njerëzit që nuk kanë mungesë të saj, nuk këshillohet të merrni pa u konsultuar me mjekun. Vitamina D. Vitamina D është e nevojshme për forcimin e imunitetit, shëndetin e kockave, rritjen qelizore e të tjerë. Fatkeqësisht më shumë se 1 miliard njerëz në mbar botën kanë mungesë të kësaj lëndë ushqyese shumë të rëndësishme. Ajo mund të merret në çdo kohë të ditës dhe shumica e suplementeve duhet të merren me vakte ose ushqime me përmbajtje yndyre për të siguruar përthithjen optimale. Është njëkohësisht e rëndësishme të theksohet se aktivizimi i vitaminës D varet nga nivelet e duhura të magnezit, prandaj duhet të merrni mjaftueshëm magnez. Gjithashtu mbani mend se vitamina D të tretshme me yndyrë përfshirë vitaminën E mundet të ndikojë në përthithjen e saj. Vitamina E. Vitamina E funksionon si një antioksidant kryesor në trupin tuaj dhe njëkohësisht ai është elbësor për qarkullimin e shëndetshëm në gjak dhe njëkohësisht për imunitetin tuaj. Mungesa e saj është e rrallë dhe vihet re më tepër tek njerëzit me sëmundje si fibroza cistike. Mundet të mos jetë e nevojshme të merrni vitaminë E me një vakt që përmban yndyrë për sa kohë që konsumoni mjaftueshëm yndyrë në mes të vakteve pasardhëse. Mbani mend se edhe pse vitamina E është e rëndësishme, marrja e tepërt në formë suplementi mundet që të shkaktojë dëm. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!